Po, jam ndarë prej familjes dhe na jo, se po mos të isha ndarë prej familjes, nuk do arria që të dilja në... Qupa ime është 7 vjeç që i mbushin në nëndo, po bëj gati 4 vite që jam ndarë. Unë i kam dalë makinës para, që përjetoja kur unë dava prej asaj qa bëra. Do që të ditë do të atakohesh me ta? Po normale se po, normale. Kjo është qupa ime. Kjo është qupa ime. Jo, turimi, si thot në Kur'an, është shumë që e madhe, unë do të uroj se ajo mund të rritet. është ndalume me bo muzikë, jo me duhet të marrësh lekë, vetëm në Prishtinë është kjo gjë. Ti tash jeton vetëm, apo? Po kam dhe shumë emocion, nuk mundem do të plas më të lutë. Vllai, përshëndetje, na kënaqe. Çfarë ndërtimi i bukur. Respekt. Unë po të thuash kam qito kohë që ashtu, edhe kjo është kënga ime me preferuar që mua edhe që ke emocion kam të plas, më prek, më dhimet shumë, se e bazojna vetja, për shembull që mundesh t'ja ngullësh tjetrit thikën, më mingulja vetes. Por, falenderoj shumë popullin e Mitrovicës, se nuk kam dhe ka shkollë që unë të flas. I falenderoj gjithë kosovarët, i falenderoj për zëmërsisht. Na dërgove që ju kem nga Shqipëria, nga jugu. Nga jugu i Vlorën. Po si e kem Vlorën e bukur, atë bregdet që çdo kush e shijon. Shumë mirë është. Tepër është për ata që kanë valla të drejtën. E bukur është. Bora tha, po në një anë tha e prishin hapat, e bëjnë dëm. Po spate është normale, dhe unë jam detyruar një profesioni, se nuk mundem dot me punu, jam me probleme në shtylla kurizore, dhe më para ka qenë që shkoshe në përdasma Shqipëri, po sa ka ndalë to DJ-në na janë ndërprer, edhe këtu kam ardhur për shembull çfarë sezoni unë shkoj dhe me Tupana. Po edhe në Gjermani kur kam qenë që ka lozur ndeshja Itali-Shqipëri, kam qenë atje dhe atje ka ngel shumë i kënaqur. Nëse bota jashtme është krejt ndryshme, nuk është si Kosovë, Shqipëri që janë. Neve nuk mundemi t'i bëjmë dot mirë njëri tjetrit, ne mundemi ta shikojmë me realin e shtyp. Nuk është kjo normale. Që të ndalësh për shembull një artist, për shembull që ai del, nuk është se unë i vetë tjetrit për shembull i them në pare me zor. Kush ka dëshirë për shembull çet diçka. Nuk i kërkon domethënë. Jo, fare. Që sa vite muzik bën? Po unë kam profesion që i vogël, e kam pa shkollë, e kam veç talent. Veç talent, unë piles. Ka qenë një muzikant këtu që ai punon në muzikë, punon në shkollë muzike në Gjermani, më ka falur një klarinet, 1500 euro dhe unë e përshëndes, më ka thënë emri, po ja ka marrë që ta përshëndesja me emër, nuk ja di emri, nuk po më kujtohet, se shumë emocione dhe bile, prej atit unë, jo prej atit këtu në Mitrovic, po prej gjithve, kam ngel shumë i kënaqur. Shumë i kënaqur, sepse këtu e kam ndjerë veten më të qetë, ndaqna policia, ndaqna inspekcioni, ndaqna këto komplet, nuk më ka ndalur, si Skëndera, e kudo që kam vajtur në ushtrim Podojev, që është zemra ime dhe Podojeva. Kamermani me kem Podojevës. Them drejtën për kokë të çupës, unë kam miq atje, kam shok, kam dashamir sa plot që më duan, edhe janë fort njerëz të mirë që unë i përshëndes, që mos t'i zë me emër, i përshëndes. Jemi mjetëprisa në Kosovë. O vlla, ta them një gjë, neve nuk janë gjithë njerëzit njësoj të lutem, e kupton ti, unë thash një muhabet që pa që kjo është artë, edhe nuk dalet kur. Nuk është se unë i vetë e tjetrit në blek me zorë, më kupton? Po këtu, aq logjik kanë, aq
nuk e di se si, ose xhelozi, si mund ta them. Nuk është kjo valla, kush e ka për shembull, këti e I pasur unë jam I gëzuar të kesh valla. Unë aq që kam hapi, aq falenderoj Zotin, se është dhe muaj Ramazan, falenderoj. Për aq mundësi që më ka dhënë unë ndjem shumë I kënaqur dhe bukë sa bukë me kriptaj unë ndjem shumë I kënaqur prej Zotit. E përmeni Çupën, keni vajzë? Ta. E përmenda, po jam I ndarë prej familjes dhe na jo, se po mos të isha I ndarë prej familjes, nuk do arria që të dilja në rrugë, po. Të sa vite jeni ndarë? Unë Çupa ime është 7 vjeç që I mbushin në nëndor, edhe po bëj gati 4 vite që jam ndarë. E ke taku Çupën mbas ndarjes? Jo, veç telefonata, se... Ish gruas nuk të kalon të takosh? O, ata janë greqilla, nuk mund të ndot me tako. Janë jashtë. Duke që ke përjetu këtë ndarje të vështirë, sidomos kur ke kërke Çupën. Shumë më tha se të ishte djalë unë duhet qaja kokën. Po jam një gjak që e ndje vetë. Jam shumë I ndjeshëm sepse të vajzat janë delikate, nuk janë si punet jemë. Që të ishte qunë, s'doje qaja kokën. Unë I kam dalë makinës para, që përjetoja kur unë dava pre asaj qa bëra tashëm, po prapë kur nuk jem me njëri të dur, s'kella, arsye, gjersa rrita, që të thoj fëmija 3 vjetë që iko babi, unë s'kam parë fëmi si Joana Çupa ime, them drejt. Që ta tregoj në foto, edhe është shumë e ndjeshme, është shumë, po të kënduar që bën është... Ka muzika? Po, është komplet, komplet. Së në kotë, dhe më thënë edhe fëmiu I ngjan një artisti. Shife tani po të them një sinceritet. Kush është ai shqiptar që më ban? E njeh kush është? Adem Jashari kur ka qenë djalë. Jashari kur ka qenë I ri? Shipe. Kjo është Çupa ime. Kjo është Çupa ime. Joana. O eroj I Zotit sa I bukur. Tu në Skënderaj Pregaz. Tha dhe vetë je e mërzitur për Çupën që se ki taku. Është... O, jeta I ka këto vlla se nuk jam as I pari as I fundit. Turimi, si thot në Kur'an, është shumë gjë e madhe. Unë do duroj se ajo mund të rritet. Do arrit do krijoj një familje, do mendoj për shembull për papan. Mund të vit takoja. Mendoj që të ditë do ta takosh me ta? Po normale se po, vlla. I tentuar? Ta kërkosh? Din ku është? O, është në Greqi, po unë nuk mundem dot, e ke parasysh me I shku atje se jema vetë ka kriju një familje dhe kupton vetëm që e kam që si merak se është vajzë dhe prej saj. Vetëm prej saja, vetëm këtë merak I kam. Që është vajzë edhe. Po prap durimi thash është gjithë qka, që se ajo do arrit 7 vjeqe. Do ikin vitet si punë e mujt, vallaj. Mendoj që s'ka harruar vajza? Jo, mos. Telefoni a dëgjon të arin? Po normale që po. Ti tash jeton vetëm, apo? Po. Po prindaj ke? Baba më ka vdekë, nënën e kam shumë të sëmure, kam që merë, është me prishe gjaku, merë kështu diagnoza, ilaçe shumë të shtrenjta. Unë kam edhe njerëz në Itali, po motra, vëllezër, po shikojnë familjen e tyre, nuk janë që bëjnë, se aq hap kanë, aq... Kanë ndihmuar. Nuk ka ashtu gjersa kam arritur deri në këtë fazë, për shembull që unë. Po nana me ko jeton? Nëna, me thënë drejtën, vete e motra. Si ka qenë për ty jeta? O, shumë sakrifica kam kaluar valla në jetë, shumë sakrifica. Se po të isha krejt ndryshe nuk do arrije deri këtu, për shkak po të isha me familje. Se unë më përpara kam shitur parfume në Vlorë, I merja në Tiranë te Shumica edhe dilja shisja. Po që kur pusova një thyrje unaze na peshat që ngrija, edhe na jo e lash, s'mundem dot me ngrit pesha ose me bë një punë sikur me lopat, për shkak më shumë se gjysmore nuk punoj dot.
ose 10 minuta shtrëmrohem edhe në unazat, në këto të shtyllës kurrizore, edhe në ajo nuk mundem dot me punu shumë. Sa mund është mja dalë me gjithë këto që domethënë që ti dalësh? Falenderoj Zotin më mirë pak, valla, thash një fjalë, më mirë bukë e kryp se sa lufton për shumë edhe. Shumë ku e bën? Unë me thënë drejtën jetoj në Prishtinë tash. Prishtinë, po. E qira apo? Po normale se po. E qira në shtrejt? Jo, me thënë drejtën jo. Nuk e kam shumë shtrenjtë. Ka ndihmuar dikush? Ka dalë ndihmë deri tani? As kërkush, Allah, as kërkush veç që dalë shumë me muzikë që qesnajnë pare, kështu, ose... Ka ndodhur një herë në Kosovë? Me të ndalu punën që ti, domethënë, del në vende ndryshme dhe me thënë... Po, më ka ndalë, po, në Prishtinë më ka ndalu. Vetëm në Prishtinë është kjo gjë. Çka të thënë? është ndalume me bo muzikë, jo me duhet të marrësh leje, që kjo nuk është punë për leje, Allah, kjo është punë që nuk i kanë ca rregulla, si këtu dhe në Shqipëri, nuk kanë rregulla, që të kenë një rregull për shembull si që kanë me orare, me këto, nuk i kanë rregulla, vetë kjo, se po të kenë një rregull që dhe njeriu ta di, për shembull nuk ka pse gabon, për shembull që të vej në një vend, për shembull ku nuk bëhet muzikë, si thash, që ishte afër kishave, afër spitaleve, afër shkollave, nuk lejohet. Vetëm to 3 vende, qa ishin pastaj sheshe, ishin kret, nuk ndalte kush, valla. As kërkush. Pas gjithë këtyre vujtjeve në jetë, pas këtyre gjërave që të kanë ndodhur, çka ke mësuar nga jeta? Çfarë mësove nga jeta? Na jeta mund të më shoh shumë gjëra, po është edhe durimi pak a shumë, se ka keq, ka dhe mirë, thash, si thash. Po, me durim më çdo gjë, valla. Nuk është se mëson se njeriu shikon shumë, për shembull, dhe mëson shumë.